Një ngjarje skandaloze është shënuar në komisariatin e Pogradecit në mbrëmjen e së mërkurës. Një fëmijë vetëm 4 vjeç është mbajtur përgjatë gjithë natës në ambientet e paraburgimit. Voglushi ka qenë duke udhëtuar me baban në fshatin Zverin kur janë ndaluar nga policia. Në kamion transportonte dru pa dokumentacion përkatës. Kaq ka mjaftuar që efektivët të shoqërojnë në komisariat Babe Bir. Nëna e 4 vjeçarit zbulon se pas një nate të kaluar në izolim me baban, fëmia është dërguar në spital në gjendje të rëndë psikologjike, i paushqyer dhe me temperaturë të lartë. Fëmia ka qenë gjatë gjithë natës në komisariat? Po, që në 10-11 natës edhe në orë 7:30. Po, në momentin kur e ke marrë fëmijën, në çfarë gjendje ka qenë? E smur, shokuar, është ka qenë i trembur, i këpotur, që dhe në shpi pasaj. Atje është shumë keq. Pastaj sonë në spital? Po, sot e sonë në spital. E bajtë të natën, vetëm tremshë, të ishte policia në marrë dhe... Ishte trembur fëmia nga policia? Po, ishte trembur. Për të ngrenë, në s'ka ngrenë parë nuk e dhjatë natë. Në i kanë dhe natë ndarë, këse përmoron në gjithë djali. Ju keni pyetur fëmijën nëse i ka dhënë për ngrenë apo jo? Po, e pyeta, më thashë nuk kanë kamerë. Majlinda Leka nga Osnati, një fshat 3 orë larg nga Pogradeci, thotë se u njoftua në mesnat nga policia, por në ato orë kishte të pamundur të gjente mjet për të udhëtuar drejt qytetit të merrte të birin. Me kohë është. Këto gjë. Kë bëni me faj, le të themi, fëmia mund të mos kishte shkuar në komisariat, mund ta kishte sjellë në shtëpi. Atë që ndroi. Në rast policë. Po. Të siç ishin këta në grupi. Nëna e 4 vjeçarit kërkon të gjenden përgjegjësit për ngjarjen skandaloze.